Ti nuk tutesh prej smujës, ti nuk tutesh prej dekes, ti nuk tutesh prej virusit. Një botë e tërë u tut prej virusit. A s'ke qashtu? A s'ke qashtu? Kër ju thoshin o gjallart, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zban mashkull me javën dorën femnës huj. Oh, këta kështu. Sa shpifjet, sa. Ti akuzu për o gjallart, disa prej tyne. Me lloj shpifje. Kur erdh puna e virusit tuta, domethënë tuta e një virusi. Wallahi as babës, as nanës, as gruas që i kishin dorën as kërkuj. Pse? Për arsye se frika e ka zonë vendin e gabum, frikë e gabum ka hinë zamër. Pse se bën ti qatë frikë për i Zotë Zotit? Pse se ki për i Zotë Zotit? Pse ti nuk e mush zemrën me iman, me tutë Allahu Gjeleshanu, Zotit që kam ka thonë, Zotit që kam ka obligu në kom munu me kry. Prandaj, tham a i cili nuk e ka frikën e Allahut, tutët për virusit, tutët për luftës, tutët për botë. A di që sa vjetë tutë dyjaja prej luftës tretë botërore? A dini që sa vjetë? Prej luftës ftoft, në vitet 60-70, mes dy shteteve në atë kohë superfuqi, po bëndë sot, po bëndë nesër, që 50 vjetë, kur së bëndë? Po letë bëndën, sa ka shkru Ajnal Gjeleshan, unë a kena me jetu, kur e ka shkru me dek, na kena me dek, ndash për luftës, ndash për fukarallëk, ndash për virusit, ndash në shtratë ka me dek njëri. Që kjo është me nërejt zamrën.